Viti shkollor 2025-2026 në shkollën profesionale Antonia Thanas në Sarandë u karakterizua nga risi të rëndësishme dhe metoda të reja të mësimdhënies. Një nga zhvillimet më të rëndësishme ishte futja e sistemit dual në 2 kualifikime, kuzhinë dhe menaxhimi i strukturave akomoduese. Sipas drejtoreshës Rudina Liçaj, ky ka qenë një vit i suksesshëm për institucionin. Ajo theksoi se bashkëpunimi me bizneset lokale ka dhënë rezultate pozitive, duke krijuar nxënësve mundësi më të mira për përgatitjen profesionale. Viti 2025-2026 ishte një vit që kishte risi në mësimdhënie dhe mënyra të reja të mësimdhënies, siç ishte futja e sistemit dual. Ne sistemin dual këtë vit e kemi futur në 2 kualifikime, në kualifikimin e 3, kuzhinë dual, dhe në kualifikimin e 5, menaxhimin e strukturave akomoduese. Ishte një eksperiencë e re, kishte goxha gjëra avangardë dhe mënyra të reja të komunikimit si me bizneset, me mentorët, me prindrit, me nxënësit. Them se ja më kemi ndalë edhe me ndihmën e projektit SKTRJ që na ka ndënjur shumë afër, si dhe të drejtorisë sonë me udhëzimet dhe ministrisë me të gjitha udhëzimet e reja që kanë dalë për sistemin dual. Mendoj se që një vit i suksesshëm. Sistemi dual dhe nxënësit që morën pjesë në të, mendoj se doli me sukses, kuptohet që ishte si për herë të parë ne jemi të kënaqur dhe në vitet që vjen do ketë një perfeksion të mësimit dhe të kryerjes së sistemit dual. Ne mendojmë që sistemi dual në Sarandë është i suksesshëm sepse ne kemi shumë biznese, sidomos në fushën e hotelërit turizmit, të cilat kanë nevojë dhe për të përgatitur specialistë apo profesionalistët e ardhshëm, dhe këtë gjë e bëjnë më së miri me duart e tyre, duke i marrë nxënësit në sistemin dual, duke i përgatitur dhe pastaj duke i mbajtur si punonjës të tyre të specializuar. Duke parë zhvillimin e vrullshëm të turizmit dhe nevojat në rritje të tregut të punës, shkolla ka paraqitur pranë Ministrisë së Arsimit kërkesën për hapjen e 2 degëve të reja profesionale. Ke qenë se zhvillimi i turizmit kërkon dhe zhvillimin e industrisë së lehtë, edhe zhvillimin e shumë në ndërmarrjeve të tjera apo bizneseve të tjera të cilat ecin paralel me degën e turizmit, ne dhe duke bërë edhe anketime nëpër biznese dhe partnerët e shkollës, të cilët janë të shumtë, kemi rreth 116 partnerë, të cilët ne në përtryeza të rrumbullakta bëjmë dhe anketimin dhe të nevojave të tyre. Mendojmë dhe kemi kërkuar në ministri hapjen e degës teknologjisë ushqimore, e cila do jetë në ndihmë të industrisë së lehtë që është si prapavije e turizmit, sepse hapja e shumë kandinave, fabrikave, punishteve të reja kërkon të ketë tani dhe me ligj kërkon të ketë një teknolog. Dhe mendoj se ka goxha kërkesa nga bizneset për teknolog ushqimor. Dhe ne mendojmë që kjo është një degë e bukur, shumë e pëlqyer besoj dhe nga vajzat, që dalin laborante apo teknologe, apo më lart pastaj vazhdojnë për inxhinier teknolog, por edhe të degës së logjistikës, e cila do jetë në ndihmë të gjithë ndërmarrjeve të mëdha, supermarketeve apo ndërmarrjeve shtetërore që duhet një shef logjistike. Dhe kjo do jetë e gjitha sistem dual, vetëm vitin e parë nxënësit do të jenë në shkollë, kurse në 3 vitet e tjera nxënësit do të jenë në sistem dual, të punësuar në biznes. Këto programe të reja pritet u ofrojnë të rinjve më shumë mundësi për arsimim dhe punësim në sektorët më të kërkuar të ekonomisë lokale. Sipas drejtuesve të shkollës, degët e reja synojnë të përmbushin kërkesat e tregut dhe të mbështesin zhvillimin e qëndrueshëm të turizmit në rajon.